Edhe pse bin njerëzit në depresion, pse kanë ankth, sidomos pse kanë ankth, është krejt që kjo, sepse nuk munden me menaxhu qetësi mrena vetës. E kjo qetësi është direkt kanalizimi me Zotin. Sa njerëz flasin në emër të Zotit, sa njerëz thojnë që besojnë në Zotin, ama gjatë krejt ditës tyne janë shumë të shkëputun nga kjo energji krijuese. Sepse thojnë që unë besoj në Zotin, thojnë që unë jam besimtar, ama prej mëngjesit e deri në mbrëmje janë të akuzu, janë të përfol për njerëzit, janë të bo shpifje, janë të shoh, janë të reagu ndaj çdo situate. Pra ku ka qetësi mrena këtyre njerëzve? Nuk ka qetësi. Na nuk mundem kur përmes komenteve, përmes interpretimeve me jau imponu njerëzve, me besu diçka. Nuk ka mundësi. Na vetëm me qetësin tonë, me qetë dritën tonë, që e vizualizum tani, vetëm me qetë dritë na munde me shpërndo dritë. Sepse një njeri që është, ndoshta fjalë ndërs, apo si i thojnë, që akuzon krejt kohën, që gjykon edhe që paragjykon, edhe që munduhet vetëm me lon njerëz në faj, është një njeri që nuk ka dritë mrena vetës. Një njeri që ka dritë tani e ke po dhe vetë, atë dritë që e vizualizove tani. Me vetdijet plot, ti ki me përdor ato. Edhe në qëtë mënyrë na tërhekim pra, sepse është fusha jonë elektromagnetike. Sepse na kur jemi qetë gjatë krejt ditës, kemi mendime pozitive, kemi ndjenja pozitive, kemi synime pozitive që na dojmë ndryshu botën për të mirë. Na jemi ata që dojmë shpërndo dritë, e jo me shpërndo errësirë. E mos pohemi viktimat këtyre njerëzve që thjesht shpërndojnë errësirë. Mos t'i lejojmë ta njerëz me na ishu dritë e neve.